Hello. E kuptuat nga qesja që shkruan Flair dhe është ngjyra tradicionale e Flair dhe sot do bëjmë unboxing diçka që ka marrë nga Beauty Fair 2026. I ka vizitova është hera 2 që vizitoj Flair. Produktet vjet setin Flair në bashkëpunim me Barbie, unë ja dhurova Ronelës, disa produkte ja dhurova mamit, disa produkte ja dhurova Sarës. Dhe më ngellën shumë pak gjëra për vetëm, ka ngellur skrapi dhe ai kremi që zbut lëkurën. Tani, këtë vit, mora çantën, I love it, është një ngjyrë që dua do bie në sy. Dhe mora 3 produktet që këtë e kisha marrë dhe vjet, por ja dhash mamit. Këtë vit do ta mbaj për vete, sepse në të vërtetë ndonjëherë, duke qenë se si kam menduar sa të gjata në disa vende për pastrim, i cilin mund ta bëj dhe vet. Tani kishin dalë 2 produkte të reja nga Flair. I pari ishte Hydra Mist për hair and body, që ishte një mist. Mua më pëlqeu. Është ky versioni këtu. Dhe mbante shumë erë të mirë, mbas herë plazhi, si nuk di ta them çfarë ere, po një erë plazhi, domethënë nëse e vendos këtë dhe del, njerëzit do mendojnë se ku ke qenë në plazh. Mbajeni mend, fiksoheni se do të çmendeni me këtë produktin. Dhe produkti i fundit, që edhe ky ishe i ri, ishe Dry Body Oil nga Flair sërish. Është për hidratim, është me 6 esenca vajore dhe vitamin E. Ky vinte një farë mënyre jo stiki, të paktën kështu më thanë. Okej, e hapa. E para përthithej direkt, ja pedalloni gjë që ka me vaj. 0. Dhe e dyta nuk ngelet në duar, pra janë njësoj. Era pastaj fantastik. Thank you Flair. Me zi pa pres, ti vë në përdorim.